me një ministre të re shteti, e cila është krijuar nga inteligjenca artificiale dhe publiku e njeh me emrin Diella. Kur qeveria prezentoi Diellën si ministre të inteligjencës artificiale, veprimi u perceptua si një manovre zgjuar komunikimi, një simbol modern i epokës digjitale dhe i ambicionis për ta paraqitur shtetin në vijën e parë të teknologjisë. Megjithatë, që në fillim u theksua se prova reale nuk do të ishte imazhi, por funksionimi praktik. Shpejt u kuptua se problemi nuk qëndronte vetë Diella, por të një procesi gjatë digitalizimi, i shoqëruar me shpenzim të mëdha dhe rezultate të dobta. Prej më shumë se një dekade, digitalizimi është shpallur prioritet strategjik, me premtime për eficiencë, ulje korrupsioni dhe lehtësim të shërbimeve. Në realitet, administrata është zgjeruar, shpenzimet janë rritur dhe sistemet shpesh rezultojnë të paqëndrueshme. Sot ka më shumë platforma dhe kontrata IT, por qytetarët dhe bizneset hasin vështirësi serioze, kur shërbimet bllokohen, ndërsa kanalet tradicionale të ankesave mungojnë. Vetëm vitet e fundit janë shpenzuar qindra miliona euro për e-qeverisjen, pa garantuar siguri dhe funksionalitet. Kur sistemet digjitale dështojnë, pasojat i mbajnë qytetarët. Gjoba, vonesa dhe pasiguri ligjore, pas një shpjegim apo përgjegjësi institucionale. Në këtë kuadër, hetimet për abuzime me fondet e akshit hedhin dritë mbi arsyet pse digitalizimi është i kushtueshëm, por i brisht. Në thelb, Diella mbetet vetëm një shtresë e re mbi një strukturë problematike, duke treguar se fasada moderne nuk mjafton, kur sistemi brenda vazhdon të dështojë.